Na ishte një herë një mbret që kishte 4 gra. Gruan e katërt e donte më shumë se të tjerat, i binte veshjet më të shtrenjta, e trajtonte me kujdesin më të madh dhe gjithmonë i jepte më të mirën. Edhe gruan e tretë e donte shumë. Ajo e shoqëronte kudo, sidomos në vizitat që mbreti bënte në mbretërinë fqinjë. Megjithatë, jetonte me frikën se një ditë ajo mund ta lindte për dikë tjetër. Gruaja e dytë ishte e besuara e tij, e sjellshme, e duruar dhe gjithmonë i qëndronte pranë. Sa herë mbreti kishte një problem, i drejtohej asaj, dhe ajo me mençuri e ndihmonte të kalonte vështirësitë. Gruaja e parë ishte më besnikja. Ajo e kishte ndihmuar shumë në mbarvajtjen e mbretërisë dhe në kujdesin për popull. Por pavarësisht për kushtimit të saj, mbreti nuk i kushtonte vëmendje. Ajo e donte shumë, ndërsa ai pothuajse nuk e vinte re. Një ditë, mbreti u sëmur rënd dhe e kuptoi se nuk i kishte mbetur shumë kohë. Solli ndërmend jetën e tij të rehatshme e luksoze dhe mendoi: "Unë kam 4 gra, po kur të vdes, do të mbetem vetëm?" Atëherë, thiri gruan e katërt dhe e pyeti: "Ty të kam dashur më shumë, të kam stolisur me veshjet më të bukura dhe jam kujdesur gjithmonë për ty. Tani që po vdes, a do të qëndrosh pranë meje dhe të më bësh shoqëri?" Në asnjë mënyrë ju përgjigj ajo, dhe u largua pa thënë asnjë fjalë tjetër. Kjo përgjigje si një thik u ngul në zemrën e mbretit. I trishtuar, mbreti thiri gruan e tretë dhe e pyeti: "Të kam dashur gjithë jetën. Tani që po vdes, a do të më ndjekësh dhe të më bësh shoqëri?" "Jo," u përgjigj ajo. "Jeta është shumë e bukur. Kur ti të mos jesh më, unë do të martohem sërish." Këto fjalë e dëshpëruan edhe më shumë mbretin. Pastaj thiri gruan e dytë dhe i tha: "Sa herë kam pasur nevojë për ndihmë, kam ardhur tek ti. Më ke qëndruar gjithmonë pranë. Tani që po vdes, a do të më ndjekësh dhe të më bësh shoqëri?" "Më vjen keq, por këtë herë nuk të ndihmoj dot," u përgjigj ajo. "Më e shumta që mund të bëj është të kujdesem për varrimin tënd." Dhe kjo përgjigje e coptoi zemrën e mbretit dhe u ndjei i braktisur. Nga larg u dëgjua një zë i dobët: "Unë do të vij me ty, do të ndjek kudo që të shkosh." Mbreti ngriti kokën dhe pa gruan e tij të parë. Ajo dukej e dobët, e lodhur dhe e lën pas dore, sepse për shumë kohë ai nuk ishte përkujdesur për të. I mbushur me keqardhje, mbreti i tha: "Duhet të isha përkujdesur më shumë për ty, kur e kisha mundësinë. E vërteta është se të gjithë ne kemi 4 gra në jetën tonë. Gruaja e katërt është trupi ynë. Sado kohë të shpenzojmë duke u përkujdesur për të, duke e stolisur dhe duke e bërë të duket bukur, kur të largohemi nga kjo botë, ai nuk do të vijë me ne. Gruaja e tretë është pasuria, pushteti dhe statusi ynë shoqëror. Kur të mos jemi më, gjithçka që kemi fituar do të mbetet në duart e të tjerëve. Gruaja e dytë janë familja dhe miqtë tanë. Sado pranë të na kanë qëndruar gjatë jetës, në fund ata mund të na përcjellin vetëm deri në një pikë. Ndërsa gruaja e parë është shpirti ynë. Shpeshherë e lëm pas dore, sepse vrapojmë pas pasurisë, pushtetit, dukes dhe kënaqësive të jetës. Por shpirti ynë është e vetmja gjë që nuk na braktis kurrë. Le të kujdesemi për të, sa jemi ende në kohë. Për më shumë, na ndiqni në rrjetet tona sociale Akropoli i Ri.